Shqipëria është vendi i lumenjve. Vjosa, Osumi, Drini, Devolli, Shkumbini, Buna e Mati. Emra që shumë prej nesh i dim nga mësimet e shkollës, por që edhe shumë prej nesh i mbajmë si emra djemsh e vajzash, të njohur dhe të dashur. Por pak prej nesh i kanë parë nga afër dhe kanë ndjerë fuqinë e tyre. Sot, këta emra janë bërë beteja. Beteja për ujin, për tokën, për të drejtën që komunitetet të jetojnë ashtu siç kanë jetuar gjithmonë. Dhe në zemër të shumë prej këtyre betejave janë gratë. Ndërtimi i hidrocentraleve të vogla dhe të mëdha ka pushtuar lumenjtë e vendit. Mbi 500 hece janë planifikuar ose janë duke u ndërtuar. Vetëm në 7 vitet e fundit, Shqipëria ka humbur 28% të rrjedhës lumore. Lumenjtë tanë po thahen, jeta po zhduket, fshatrat po humbasin ujin e pishëm, por njerëzit nuk qëndrojnë duar kryq. Sot takojmë 3 gra shqiptare që po mbrojnë lumenjtë e vendit tonë. Aurora Zylej është një aktiviste nga Shkodra, e angazhuar për mbrojtjen e lumenjve të veriut dhe për fuqizimin e komunitetit të saj. Me veprime konkrete dhe zë të fuqishëm mes njerëzve, ajo tregon se mbrojtja e natyrës fillon nga vendi ku jeton dhe nga njerëzit që e rrethojnë. Majlinda Hoxha është lindur e rritur në Dibër. Ajo ka studiuar në Fakultetin e Shkencave Sociale. Lidhja e saj e fortë me vendlindjen bëri që në vitin 2022 t'i përkushtohej tërësisht mbrojtjes së lumit Drin nga projekti i hidrocentralit të Skavicës. Denisa Kasa është një aktiviste mjedisore e angazhuar në rritjen e ndërgjegjësimit mbi ekocidin në Shqipëri. Pas një periudhe pune në sektorin e financës, ajo fitoi një kuptim më të thellë mbi mënyrën se si paradigmat e vjetra ekonomike vazhdojnë të formsojnë shfrytëzimin e natyrës. Kjo perspektivë re e shtyu të ndryshojë drejtim, duke kaluar nga bota e financës tek veprimi konkret në terren. Historitë e tyre nuk janë vetëm shqiptare, janë historitë e të gjithëve. Unë jam Besiana Guri dhe ky është River Women, një podcast nga Lumi. Sot udhëtojmë nëpër Shqipëri për të kuptuar se çfarë po ndodh me lumenjtë e vendit. Shkodra është qytet i rrethuar nga uji. Liçeni i Shkodrës shtrihet në perëndim. Drini rrëmben nga veriu dhe Buna i lidh me detin. Aurora është rritur me atë ujë, me peshkatarët e mëngjesit, me mjegullën mbi liçen, me zhurmën e lumit. Momenti kur kam fillu me punu në fshatin Zogaj, lagje Shkodrës më mirë me thonë, para 15 viteve, e kam një me të vërtet që edukimi mjedisor tek të rinj, të brezat e rinj, është shumë i domosdoshëm që nesër të kemi edhe qytetar të denjë, le të themi që dinë me mbrojt mjedisin e përbashkët, dinë me ndërvepru dhe pse jo të bëhen edhe qytetar aktiv, që do të thotë të ngrejnë zërin kur preken çështjet mjedisore që lidhen drejt për drejt me shëndetin tonë. Pra nuk e kam bë thjesht mësimdhënie një mësim teorik, thjesht nxënësit përfitojnë dije teorike, por edhe dije praktike, që ta dinë edhe vlerën pse duhet rujt mjedisi, pse duhet ngrejmë zanin për me rujt mjedisin apo të jetojmë mjedis të shëndetshëm që të kemi edhe një jetë më të shëndetshme. Si një biologe me 24 vite përvojë në mësimdhënie, rruga e saj ka qenë ndërtuar mbi dijen dhe edukimin. Por me kalimin e viteve u bë e qartë se mjedisi nuk mund të mbrohej vetëm brenda mureve të klasës. Ajo ndjeu se njohuritë shkencore dhe përvoja pedagogjike duhej të dilnin përtej kurrikulës, të përktheheshin në veprim, në angazhim publik, në zë për natyrën. Kështu, mësimdhënia dhe aktivizmi nuk mbetën dy rrugë të ndara, por u shkrin në një mision të përbashkët, edukimin përmes veprimit dhe mbrojtjen e mjedisit si përgjegjësi qytetare. Shpeshherë ne shoqëria civile paragjykona si opozit ndaj politikës, por në fakt ne thjesht këshillojmë, revoltohemi kur cënohet mjedisi apo shkelet ligji. Në fakt, përderisa dhe puna kryesore e shoqatës Wellpoint është pikërisht monitorimi në zonat e mbrojtura, edukimi mjedisor, promovimi pikërisht i këtyre vlerave natyrore që kanë këto zona të mbrojtura, pra gjithçka lidhet me brezin e ri, me të ardhmen, por edhe me situatën aktuale që ne jetojmë, të zgjidhim
çështjet mjedisore që na prekun gjithëve. Dhe shpeshherë jena bë dhe pjesë shumë fushatave mjedisore, jo vetëm pastrimet, ku kena ftu shumë të rinjt nga gjimnazet e Shkodrës, nga shkollat e njësive administrative, ku ka patur edhe ndotje, për shembull me shkollën e Shirqit, me shkollën e Dajqit, ndotjet në Lumin Buna, qoftë edhe me mbjelljet, qoftë për sa i përket brigjeve lumore apo brigjeve liçenore, ku ka dhe erozion. Në vitin 2020, ajo krijoi grupin e të rinjve Naturalisti. Vizioni i saj ishte të frymëzonte një brez të ri për të kuptuar dhe mbrojtur natyrën, duke i dhënë atyre jo vetëm njohuri, por edhe mundësinë të vepronin konkretisht për mbrojtjen e mjedisit që i rrethon. Naturalistët lindi si një ide gjatë pandemisë në vitin 2020, ne sapo filluam një projekt. Dhe në këtë projekt ne kishim edhe edukimin e të rinjve. Dhe ku ishte më mirë se sa me kriju një grup naturalistësh. Lëvizjet ishte, me qënë se ishim pandemi dhe nuk kishte transport, mënyra më e mirë, më ekologjike dhe për me mbrojt nga infektimi i Covidit ishte bicikleta. Bicikleta është një traditë në Shkodër, pra nuk ka të ri apo fëmijë që nuk e din bicikleta. Edhe kjo është një vlerë e qytetit tonë, që e duam natyrën, pra një farë mënyret edhe rrujmë shëndetin duke përdor bicikletën, edhe rrujmë mjedisin nga ana tjetër. Dhe Shkodra ka resurse natyrore të pafundme. Le të krijojmë grupin naturalistët, lëvizim me bicikletë kudo, traktohemi natyrë dhe zhvillojmë aktivitete që edhe edukohen fëmijët për natyrën, por nga ana tjetër edhe socializohen, edhe ndërveprojnë me njëri tjetrin, me qenë se vinin nga një periudhë 2 mujore të izoluar brenda shtëpive dhe mësimi online që i kishte dëmtuar. Gjithçka edhe të ishin pak larg teknologjisë. Nga brigjet e Bunës, lundrojmë përmes Drinit drejt Dibrës. Ka njerëz që mbrojnë lumin me protesta. Ka njerëz që mbrojnë lumin me ligj. Majlinda Hoxha i bën të dyja. Me pasion për vendlindjen dhe guxim për të vepruar, ajo është në zemër të betejës për mbrojtjen e lumit Drin dhe të Dibrës. Unë vi nga një familje që në vitin 2002, 2 gjagjallarët e mi vendosin që themelonin shoqatën e parë për mbrojtjen e pellgut të Drinit të Zi. Dhe unë kam qenë gjatë gjithë kohës, në gjithë këto vite, unë kam qenë, le të themi, e njohur me kauzën, sepse kauza ka qenë pjesë e diskutimeve në familje, në komunitet, kudo. Dhe është kthyer her pas here në fokus. Sa herë që vinte një projekt i ri, që nga viti 2001, gjithmonë kthehej në fokus frika për ndërtimin e hidrocentralës Skavicës. Mirëpo, unë u ktheva në 2021 në Shqipëri dhe mbaj mend që kam qenë në fshat, duke parë lajmet në nëntor të 2021 dhe shikoj që u bë inaugurimi i hidrocentralit, domethënë u presh riti me të gjitha lajmet transmetonin projektin e madh që do ndryshonte çështjen e energjisë në Shqipëri. Dhe në ato moment, më thënë të drejtën, jam ndjerë shumë keq dhe kam thënë që po, nuk mund të ndodh, nuk mund ta lejojmë që të bëhet Skavica, sepse ishte moment që mendova që vërtet të herë ishte rikthyer si temë edhe ishte më serioze. Dhe mamaja ime më thot, mamaja ime është mësuese, tani është në pension, më thot, të lutem nana, thot, mos u merr me këtë punë se kemi hall që mos më shpërngulin në një fshat tjetër dhe unë nuk kam mundësi që të ec, ti mbaroj dhe këto vitet e fundit për dalë në pension. Dhe më thënë të drejtën aty më jam mbushur syt me lot dhe i kam thënë mamas time që nëse unë jam gjallë, ti jo vetëm që nuk do të lëviz njëri nga puna sepse ka kaq vite që ke shërbyer komunitetit, por sigurisht që do merrem seriozisht me këtë gjë. Dhe ky ka qenë një ndër motivet. Motivi tjetër ishte që nuk e kuptoja dot se si një qeveri vendos për të ardhmen tënde pa të pyetur ty fare. Kur projekti i hecit të Skavicës kërcënoi lumin dhe tokën e Dibrës, Majlinda nuk qëndroi duar kryq. Ajo mobilizoi komunitetin, organizoi protesta dhe përdori ligjin për të mbrojtur të drejtat e njerëzve dhe të natyrës. Për Majlindën, mbrojtja e lumit Drin nuk është vetëm luftë kundër një projekti. Është një mision i thellë personal. Është për vendlindjen e saj, për fëmijët e komunitetit dhe për të ruajtur atë lidhje të veçantë që ka secili prej nesh me natyrën. Jo vetëm puna jonë në komunitet, jo vetëm fakti që ne qëndruam, pavarësisht sfidave, problematikave që ndruam, ndasive veçanërisht që ndodhen. Por në momentin kur ne e dërguam çështjen në gjykatën kushtetuese,
Atëherë ishte momenti ku njerëzit morën një lloj, le të themi, një lloj sigurie, sikur u çliruan, sikur u vetëdijsuan, jo se ata nuk e dinin, por ishte një fakt tjetër që ato thanë, "Ok, qen ka serioze sepse gjykata kushtetuese e pranoi si çështje." Në fund të janarit 2024, gjykata kushtetuese shqyrtoi kërkesën e 3 organizatave mjedisore që kërkonin shfuqizimin e ligjit për projektimin dhe ndërtimin e hidrocentralit të Skavicës. Këto organizata argumentuan se ligji dhe vendimi për miratimin e kontratës me kompaninë që do të zhvillonte projektin cënonte të drejtën kushtetuese të komuniteteve për informacion lidhur me gjendjen e mjedisit dhe ndikimin e projektit. Gjykata konstatoi se para miratimit të ligjit nuk ishte garantuar e drejta e publikut për informim dhe nuk ishin kryer konsultime të mjaftueshme me komunitetet lokale, ashtu siç parashikohen edhe në konventën e Arusit për qasjen ndaj informacionit mjedisor. Megjithatë, gjykata nuk e shfuqizoi ligjin, duke vendosur që zbatimi i tij të vazhdojë, por urdhëroi autoritetet publike që të riparojnë shkeljet e konstatuara, përfshirë dhe informimin e publikut në fazat e para të zbatimit të projektit. Pastaj ne dërguam në konvent në Bërnës. Edhe ky ishte një tjetër fakt që njerëzit filluan mendon, "Ok, kjo ka një çështje shumë serioze, pra nuk duhet të kemi frikë, le të themi." Pavarësisht që gjykata nuk na dha plotësisht të drejtë, por në vendimin që mori u cilësua që nuk ishin bërë dërgjesat publike, që ishte cënuar e drejta e opinionit publik dhe që duhesh ripar kjo çështje me shumë seriozitet kur vinte puna tek komuniteti dhe tek vendimet që do merreshin në të ardhmen. Edhe provat e pakundërshtueshme mund të injorohen. Edhe raportet e hollësishme mund të mbeten pa u lexuar, por ajo nuk ka hequr dorë, sepse ka mësuar edhe diçka tjetër. Kur shkenca bashkohet me zërat e komuniteteve dhe me ligjin, kombinimi është i fuqishëm. Nga Dibra udhëtojmë për të takuar Denisa Kasa, një aktiviste e angazhuar për lumenj të pastër. Ajo filloi të organizojë ecje përgjatë lumenjve për të dokumentuar ndotjen dhe së bashku me një grup vullnetarësh angazhohet rregullisht në pastrime dhe ecje edukative për të mbrojtur lumenjtë e Shqipërisë. Mora bicikletën një ditë, thash po shoh edhe vendin si është rreth e rrotull dhe shkova me bicikletë deri në Erzen, më thënë tek grupderdhja e Erzenit afër me sektorin Rinia. Mendova dy gjëra, mendova që ishte shumë vend i bukur sepse është pjesë e pyllit, janë disa zona të thara dhe pastaj vjen deti. Dhe është një zonë që nuk është shumë e përdorur, me thënë ka zona rreth e rrotull që ka shumë aktivitet, po krijohet edhe një port i ri, por në këtë segment ishte shumë bukur dhe ke një Shqipëri krejt tjetër, që është shumë e ndryshme nga Shqipëria që mund gjesh në qendrat e qyteteve, dhe pastaj ti e shikon direkt pjesën e asaj çfarë sjell lumi dhe çka ka sjell lumi vazhdimisht. Nuk ishte në të njëjtën gjendje në cilën pash ishmin, sepse ka mundësi edhe vendodhja gjeografike nuk lejon mbledhjen e aq shumë mbeturinave në të njëjtin vend, por që kishte mbeturina gjithandej në përbregdet, mbeturina afër lumit. Lumi gjithashtu kishte atë ngjyrën kafe që merrte nga ujërat e zeza që hidhen aty. Kështu ishte diçka shumë e dukshme dhe ndërkohë, siç ndodh të gjitha grupderdhjet e luminjve, kishte edhe peshkatar që po peshkonin aty. Kështu që është një paradoks total dhe është realitet. Nga ishmi tek 5 lumenjë të tjerë të Shqipërisë, Denisa Kasa ka kaluar mbi 1 vit duke ecur përgjatë lumenjve, duke dokumentuar gjendjen e tyre dhe duke organizuar aksione pastrimi. Ajo ka parë bukurinë e ujrave, por edhe ndotjen dhe papërgjegjshmërinë që kërcënon ekosistemet lokale. Në moshën 25 vjeçare, Denisa zgjodhi të qëndrojë në Shqipëri, duke i kushtuar një misioni të jashtëzakonshëm: mbrojtjen e lumenjve të vendit të saj. Së bashku me një grup të pavarur të rinjve, ajo po ndërton një komunitet aktivistësh që angazhohen në pastrime, ecje për dokumentim dhe ngritje të ndërgjegjësimit. Nga reagimet e komuniteteve vendore, ajo gjen histori mbështetje, rezistence dhe zgjimi të ndërgjegjes. Natyra do vazhdoj gjithmonë të krijoj pruta të ndryshme, perime të ndryshme dhe për sa kohë që njerëzit i privatizojnë, i japin një formë caktuar, i kthejnë patatet në patatina, për shembull. Dhe bëjnë këtë vazhdimisht, normalisht që do krijohet një surplus i gjithë këtyre produkteve dhe ambalazheve plastike. Ndiku. Kjo është vetëm pjesa e prodhimit që duhet
limituar me ligj. Edhe pjesa e mirë menaxhimit mund të zgjidhë problemin deri diku, por nuk është zgjidhja totale, mendoj unë. Pjesa tjetër është rikthimi i marrëdhënieve me natyrën. Duhen parë edhe nga pjesa arkitekturore e qyteteve, se si mund të krijojmë qytete që nuk vrasin lumenjt. Nëse të personifikojmë lumin si një njeri, sepse në realitetin që po flasim, pjesa më e madhe e mbetjeve ujrave të zeza të Tiranës përfundon në lumin e Tiranës. E njëjta gjë mund thuhet edhe për lumenjt që kalojnë në qytete të tjera. Dhe ky është problem arkitekturor, planifikimi i një qyteti. Edhe pse puna është fizikisht e lodhshme dhe shpesh pa shpërblim, shpresa vjen nga të rinjtë që bashkohen, nga fitoret të vogla që shet çdo ditë dhe nga momentet që kupton se veprimet kanë kuptim. Një angazhim që ndihmon jo vetëm natyrën, por edhe të ardhmen e komuniteteve dhe të Shqipërisë. Aurora, Denisa, Majlinda. 3 gra, 3 qytete, 3 mënyra të ndryshme për të dashuruar natyrën. Guximi për të pyetur kur nuk të pyesin. Vendoshmëria për të qëndruar kur sistemi të le vetëm. Besimi se ardhmja nuk është e shkruar dhe se ujërat e pastër janë ende të mundshëm. Lumenjtë e Shqipërisë janë ende nën presion, për aq kohë sa ka gra si këto, që nuk heshtin, që nuk dorëzohen, që e duan vendin e tyre, ata lumenj kanë një shans. Dhe ndonjëherë një shans është gjithçka që na duhet. Herën tjetër në River Women do të udhtojmë në parkun kombëtar të lumit të egër Vjosa. Unë jam Besiana Guri, ky është River Women, një podcast nga lumi.